shekullin 20, në histori të shkencave dhe thirrjes islame në nivel botror, zën vend edhe disa shqiptar. Kontributi i tyre është kolosal. Ata nuk dallonin vetëm për dijet, por dhe personalitetin. Ishin shembuj frymëzimi dhe inspirimi. Ata u angazhuan që drita e Zotit të mos shuhet, por të vazhdoj të ndriçojë në zemrat tona. I këtill ka qenë Hoxh Vehbi Sulejman Gavoçi, personaliteti që do t'ua prezantojmë në portret. Ndonë se jetoj larga dheut, ai kur nuk harroi kush ishte e prej nga ishte. Në vazhdim, detaje nga jeta dhe veprimtaria e begat e Hoxh Vehbi Gavoçit. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Në historitë e shkencave dhe dijeve botrore, shumë shqiptar kanë gdhendur emrat e tyre me merit. Në historitë e shkencave islame e gjejmë edhe Hoxh Vehbi Sulejman Gavoçin, i cili dallon për kontributin e madh dhe të larmishëm. Ai ka qenë vajz, por edhe ligjërues universitar, autor, por edhe përkthyes, autor, por edhe redaktor shkencor. Mbi gjitha, ka qenë i njohur për personalitetin e tij, prej një besimtarit përkushtuar e të devotshëm. Nuk harroi kur kush ishte e prej nga ishte, prandaj gjatë gjithë jetës u angazhua për vendin dhe popullin e vet. Jeta e tij është inspiruese, padyshim. Prandaj në portret po ju sjellim disa detaje që këtij inspirimi e frymëzimi për të punuar për të mirën e vendit i japin dimension tjetër dhe ngritin në një nivel tjetër. Hoxh Vehbiu rrjedh nga një familje fetare. Babai i tij Sulejmani ishte hoxh i dalluar. Në vitin 1913, kur Shkodra ishte rrethuar nga forcat serbe e malazeze, Hafiz Halil Gavoçi dhe Hafiz Sulejman Gavoçi, pra gjyshi dhe babai i tij, i rrokën armët e dalën vullnetar për mbrojtjen e qytetit nën komandën e Hasan Riza Pashës. Si shumë qytetarë të tjerë, ata u dalluan për trimëri, sa edhe fituan respekt e minjohje. Fituan respektin e komandantit Hasan Rizas dhe dashamirësinë e bashkë luftëtarëve. Më pas, familja e tij migron në Damask, ku jetuan në lagjën Divanie. Me ndihmën e bamirësve përreth kishin ndërtuar një xhami, cilin e kishin quajtur xhamia e Arnautëve, pra shqiptarëve, aty ku babai i tij shërbeu si imam dhe hatib ligjërues deri në vdekjen. Ai u mësoi një numër të madh studentësh, shqiptarë dhe të tjerë, fenë. Shkroi madje edhe një broshurë, shpëtimi besimtarëve në mos përngjasimin me jo besimtarët, ku përmendi çështjet e kapeles, zbulimit të grave, martesën e jo muslimanit me muslimanën dhe të kundërtën fotografimin, trashëgimin e tjerë. Ja se si përshkruan Hoxh Vehbiu të atin Hoxh Sulejmanin, ndërsa ja dedikon shërbimin shkencor që i kishte bërë veprës së Ibrahim Halebiut, Multaqa al-Abhur. Imam Vehbiu thot kësaj: shpirtit të dietarit, punëtorit, fakihut, sakrifikuesit dhe mujahidit dhe muhaxhirit në vendet e Shamit me fenë e tij, në mbrojtje të familjes së tij, atij që ishte xheloz për fenë e tij, shumë i lidhur me fikun e imamëve fukaha, Ebu Hanifës, Allah mëshiroft, dhe qoftë i kënaqur prej tij, babait dhe hoxhës tim, atij që ka merita të mëdha për mbi mua, Sheikh Sulejman Halil Gavoçit, e mëshiroft Allahu dhe ja shumë fishoft shpërblimin e tij, se ai është dëgjuesi dhe i përgjigjet lutjeve. Amin. Pra këto fjalë ishin ato që e shfaqin respektin e madh që ai kishte për baban. Vehbi Sulejman Gavoçi lindi në qershor të vitit 1923 në lagjën Garuc të Shkodrës. Mësimet e para të fesë
i ka marrë nga babai e më pas nga Shuaib domnori. Në qershor të vitit 1937, babai i tij, Sulejmani, së bashku me vëllain e tij, Sheikh Muhamedin dhe familjet e tyre, emigruan në Damask të Sirisë. Në moshën 13 vjeçare, babai do të dërgonte Vehbiun në Egjipt që të kryente shkollën dhe studimet në Azhar, shkolla më e mirë e botës islame në atë kohë. Pas 10 viteve qëndrim në Egjipt, kreu kolegjin e shariatit dhe 2 vite për drejtësi. Në vitin 1947, pas plot 10 viteve studime, ai kthehet në Siri. U emërua si mësues i lëndëve fetare në Haleb, 450 km larg Damaskut, ku kaloi 3 vite. Pas vdekjes së babait të tij në vitin 1958 në Siri, Imam Vehbiu do të zaventësonte atë në ligjërata në xhamin Arnaut, që ishte ndërtuar pikërisht nga babai i tij. Aty do të qëndronte plot 3 vite si imam dhe vajz, e më pas do të ligjëronte edhe në xhami të tjera. Në vitin 1966 shkon në Arabinë Saudite, ku ftohet për dhënë mësim në një kolegj islam. Atje kalon 6 vite, konkretisht 1 vit në Riyadh e 5 vite në Medinë. Gjatë qëndrimit në Medinë, për 2 vite me radhë, 2 herë në javë, ka ligjëruar edhe në xhamin e profetit tonë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ndërsa gjatë kohës së haxhit, ndërmjet viteve 1967 dhe 1970, ka ligjëruar çdo ditë. Pas këtyre 6 viteve kthehet sërish në Siri, ku vazhdon profesionin në vitin 1980. Në po këtë vit ai del në penzion dhe kthehet sërish në Medinë, ku qëndron edhe 3 vite të tjera. Pastaj shkon në Jordani, në Aman, ku qëndron 2 vite, duke dhënë mësim në për xhamie shkolla private. Në vitin 1988, ai shkon në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ftohet për hapjen e një universiteti të ri islam. Atje jep mësim për 14 vite me radhë dhe përveç angazhimit si ligjërues, hoxha jon ka dhënë angazhim dhe kontribut të çmuar edhe në hartimin e plan programeve për shkollat e mesme fetare në Siri, në lëndë të ndryshme si në fik, në hadith, në trashëgimi e tjerë. Hoxha Vehbiu është njëri ndër hoxhallarët me kontributin më të madh në fushën e shkrimeve. Ai ka lënë pas vete vepra të shumta të shkruara në shqip dhe në arabisht. Ne përmendim vetëm disa vepra që janë në gjuhën shqipe. Ai ka shkruar vepra origjinale si Shtyllat e Islamit ose Se e pse, që është botuar në Ankara dhe Bruxelles. Pastaj ka shkruar veprën Orientalistika kundër Islamit, Brëshur, e cila është botuar në Tetov në vitin 1993. Ka shkruar veprën Mëshira e dhuruar me Tansis, botuar në Shkodër në vitin 1993. Po kështu ka shkruar veprën Pejgamberi Muhammed Jeta dhe vepra, që është botuar në Shkup në vitin 1994. Ka shkruar dhe botuar në këtë vit në Shkodër veprën Shtyllat e Besimit. Pastaj ka shkruar Ramazani, që është botuar po kështu në Shkodër në të njëjtin vit, pra në vitin 1994. Në këtë vit ka shkruar edhe veprën Shtyllat e Islamizmit, 2 dëshmit, që është botuar po kështu në Shkodër. Pastaj veprën Suneti e Bidati, veprën Shtyllat e Islamit namazit, që është botuar në vitin vijues, pra në vitin 1995 në Shkodër. Në Prishtinë në vitin 1995 ka botuar veprën Nyja e Besimit sipas Tahaviut. Pastaj ka botuar veprën Kurs i shkurtër për landë fetare islame në Shkodër në vitin 1995
me gjithsej 133 faqe. Ka shkruar edhe veprën Letra të një emigranti që është botuar në Shkodër me 1995. Në Shkodër, në vitin 1996, ka botuar librin Njerëz të mëdhenj përreth profetit Muhammed. Po kështu ka botuar veprën Si forcohet e vërtetohet besimin në të njëjtin vend dhe në të njëjtin vit, pra në Shkodër me 1996. Hoxha ka shkruar edhe kundër sekteve të gabuara, një libër që ne ka botuar në Shkodër me 1996, pastaj ka botuar librin Zekati, Shtyllat e besimit, Sahabët e profetit që është botuar po kështu në Shkodër. Shtyllat e islamizmit është një vepër që është ribotuar në Shkodër në vitin 1997. Pastaj në vitin vijues ka botuar librin Mirësjellja Islame, pastaj në vitin 1999 në Tiranë e ka botuar librin Shtyllat e Islamit. Po kështu ka botuar librin Njohuri rreth Kur'anit, Sunetit dhe Bidati, që është botuar në Shkodër në vitin 1999. Hoxha, si që përmendëm edhe më parë, nuk ka qenë vetëm autor, por ka qenë edhe përkthyes. Prandaj ka disa vepra të rëndësishme që i ka përkthyer nga arabishtja në shqip. Po përmendim këtu sa për ilustrim veprën Parimet e Islamizmit, që është shkruar nga dietari dhe mendimtari i madh Ebu Ala el-Maududi dhe që është përkthyer dhe botuar në Beirut në vitin 1984 nga Hoxhë Vehbiu. Po kështu ka përkthyer veprën e Dr. Yusuf Kardavit, E lejuara dhe ndaluara, halali dhe harami, që është botuar në Shkodër në vitin 1993. Vepër tjetër që Hoxha ka përkthyer është ajo e Muhammed Abduhu el Jemanit, mësojeni fëmijëve tuaj dashurinë për profetin Muhammed, që është botuar në Shkodër në vitin 1992. Po kështu ka një vepër të Senxherit, të kthymit nga Zoti, që është botuar në Shkodër në vitin 1994. Mallin e tij që Hoxha kishte për vendlindjen dhe për atë e ka shprehur edhe në intervista të ndryshme, e shkrimet që janë botuar gjithandej. Në një prej këtyre intervistave ai është shprehur kësaj: Kisha provuar të vija në Shqipëri qysh në vitin 1974, kur vizitova Kosovën dhe qëndrova atje 3 muaj. Por kur kërkova leje që të hyj në Shqipëri nga Prizreni, nuk më lejuan. Dhe unë megjithatë nuk e morë për inat Shqipërinë, pavarësisht se ishte komuniste. Do të kisha vizituar me shumë qejf Shkodrën, ani pse e dija se komunizmi i kishte shkatëruar xhamit. Ne shqiptarët jemi njerëz të mirë, shumë të mirë, dhe në Siri kemi ndërtuar gjysmën e Sirisë. Ne shqiptarët kemi ndërtuar shtetet e tjera, por duhet me ndërtu Shqipërinë mordjema. Shqipëria është e bukur dhe ka falë Zoti Xhelleshanuhu me vende të bukura. Pse me shkatëru në shqiptarët si 97-ën? Jam pikëlluar në vitin 1997 dhe që atëherë s'kam ardhë ma në Shqipëri, po du me ardhë se jam plak, e du me pa për herë të fundit Shqipërinë dhe Shkodrën. Hoxha ka ardhë në Shkup dhe Prishtinë, me ndihmën e muftiu të Shkupit, Hafez Bedreddinit, dhe Hoxhës Hasan Efendi Naib, ku kanë mbajtur ligjëratat të shumta. Hoxha Vehbiu nuk u mjaftua vetëm e kaq. Ai shkoi edhe pranë vëllezërve të tij shqiptar në Belgjik, ku kishte një emigracion të ndjeshëm nga viset të shqiptarët Kosovës, të Maqedonisë dhe të Malit të Zi. Ai e donte vendin dhe popullin e vet. Në një rast tjetër, duke shprehur këtë mallin e madh që kishte për vendin, kishte thënë: jam munduar të bashkëpunoj me disa njerëz për të shkruar sadopak për të mirën e fesë
Ndër artikujt e parë që kam shkruar është edhe Asa el Gjenne, shkopi i xhenetit, ku kam shkruar për Shqipërinë, vuajtjet që keni pësuar jo, vëllezërit e mi pas vitit 1944. Artikullim i parë ka qenë për ju, për vendin tim. Pastaj kam shkruar shumë për Shqipërinë në revista, në për gazeta apo libra, dhe jam munduar që të mos e harroj kur vendin tim që më ka bërë nder të madh. Këtë e kam bërë që t'ia kthej atë nder të madh vendit tim me plot respekt. Shkova në Kosovë në vitin 1974, besimtarët atje u interesuan shumë për mua dhe më pritën shumë mirë. Mendova se çfarë t'ju jap si falënderim. Ju përvesha punës dhe botova një libër të titulluar Si dhe pse, dhe ju thash, në vend që t'ju falenderoj me fjalë, po e bëj me vepra, duke u adhuruar këtë libër në besimin e Zotit dhe adhurimin e tij. Hoxha në fakt kthehet në Shkodër në vitin 1991 pas 54 vitësh migrim. Në një letër drejtuar Shkodrës, qytetit të tij të lindjes, shpreh mallin e madh që e kishte pasur për të. Ej Shkodër e dashtën, ej Shkodër e bukur, qendra e burrave bujar, fusha e prestigjit dhe moralit, lum i dritës e i dijes, tokë me aromë trëndafili e zambakun. Shkodër, nëpërmjet bijve të saj, sot po të vdoj Shkodër, megjithëse je vendi që në të thitha ajrin dhe erën e jetës për herë të parë. O Shkodra ime, ku më priti toka jote e butë dhe dashamirëse, për herë të parë në djepin e prindërve, në parzin tënë derisa u rrita, u largova nga te këtë shumë vite, më ishe zemër para syve të mi, ruajta gjuhën tënde dhe kur u ktheva te ti, pas 55 viteve, më more ngryk derisa mu rehatua zemra. U gëzova me ty sa të pava, u gëzova me akraba, shok e dashamie. Unë e di Shkodër se nuk jam gjatë, vetë se mburrëm që jam shkodran. Hoxha ishte i dashur dhe i çmuar në mesin e të gjithëve. Përveçojmë dy bashkahës të tij dhe fjalët që ata kanë thënë për Hoxhë Vehbiun. Hafiz Sabri Koçi, ish kryetar i komunitetit musliman shqiptar, duke folur për imamin ton, për Hoxhë Vehbiun, ka thënë: me Sheh Vehbiun nuk kam denjur shumë së bashku, për arsye të emigrimit të tij për vite me radhë dhe punës sime në Tiranë. Pas kthimit të tij në Shqipëri, megjithatë, ai ka qenë dhe vazhdon të jetë njeri i palodhur me kontributet e tija. Njeri i devotshëm, i rregullt dhe kishte një lexim shumë të përsosur të Kur'anit, duke dhënë një shije që nuk të largohej lehtë nga zemra. Ai ka kontribuar për muslimanët shqiptarë me literaturë të ndryshme edhe para ndryshimeve demokratike në vendin tonë. Jashtë atë dhejut e kam takuar dhe ishte shumë i devotshëm dhe punëtor. Ka grumbulluar rreth vetes fëmijë, burra e gra, duke mbajtur biseda, vaze e ligjërata të ndryshme. Si ky popull të kthehet tek Zoti e feja. Gjithmonë kam kujtim të mirë për të. Në aspektin e ndihmesës së tij në literaturë fetare, Sheh Vehbiu ka qenë jeta e komunitetit musliman shqiptar. Veprat e tij të shumta në një ambient të dominuar nga ignoranca fetare dhe mungesa e intelektualëve musliman ishte jetë. Ai e kishte kapur damarin aty ku duhej. Ka bën një shërbim të madh për ne, saqë ja kam zili atyre që janë njohur dhe kam bashkëpunuar që heret me të. Ndërsa hoxha tjetër, Imam Vehbi Ismaili, që ka qenë kryetari i komunitetit musliman shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, duke folur për Vehbi Sulejman Gavoçin, ka thënë: Haxhi Vehbiun e kemi njohur kur kemi qenë student në Kairo.
është një shkollar i njohur që nderon gjithë Shqipërinë. Haxhi Sulejman Gavoçin e kam njohur qysh në familje, me që babai im Haxhi Ismaili dhe ai ishin prej ulemave të Shkodrës, prej ulemave të njohur dhe të respektuar që vinin dhe shkonin në shtëpitë e njëri tjetrit. Më 1938 shkova në Kairo për të ndjekur studimet në Azhar, atje ku u njoha me vëllain e tij Shauketin. Pak më vonë erdhi në Kairo edhe Vehbio. Ai bashkë me Taufik Isamin nga Çakova ishin të vetmit studentë shqiptarë që mbaruan studimet në gjimnazin e Azharit dhe fakultetet e shariatit me sukses të lartë. Haxhi Vehbio është i njohur në botën arabe dhe islame me artikujt e shumë që ka shkruar në revistat e ndryshme në botën islame dhe më se 20 e ca libra me subjekte të ndryshme islame në gjuhën arabe. Kur u çlirua Shqipëria, ai ishte ndër të parët që shkroi shumë libra në gjuhën shqipe, libra të cilët ai shpërndante falas. Me sa di unë, ky ishte i vetmi me Hafiz Ibrahim Dallim që i shpërndante librat falas. Haxhi Vehbio është alim amil, dietar i fjalës dhe veprës, që nderon me vepra dijen dhe moralin e tij fenë islame dhe kombin shqiptar. Këtu mbaron citati i Vehbi Ismailit. Në bazë të kontributit të madh që ka dhënë ky personalitet i njohur për qytetin e tij, Shkodrën, me 10 shkurt 2012, Këshilli i Bashkisë Shkodër, me propozim nga myftinia e këtij qyteti, Sheikh Vehbi Sulejman Gavoçit i jep titullin qytetar nderi. Shqiptarët nga gjitha viset që gjenden në Siri, përfshirë edhe studentët që kishin shkuar atje për studime, gjenin tek Vehbio dhe familja e tij një ngrohtësi e ndihmë të gjithanshme. Dera e tij ishte gjithmonë e hapur për gjithë ata që donin të përfitonin nga përvoja e tij e gjatë në fushat e ndryshme të shkencave islame. Këshillat e tij mbeten të paharruara në kujtesën tonë, sidomos ajo që e dha për shqiptarët që mundohuni ta fusni mësim besimin në shkollat laike, sepse ajo shoqëri e cila nuk ka besim është e destinuar që të shkatërrohet. Pas një jete të mbushur plot gjallëri dhe kontribut për promovimin e vlerave të larta islame, në orët e para të mbrëmjes 19 shkurtit 2013 në Emiratet e Bashkuara Arabe, Vehbi Sulejman Gavoçi, dietari i madh musliman shqiptar, i dorëzoi shpirtin krijues të tij duke qenë në moshën 90 vjeçare. Në ndarje, nderuar vëllezër dhe motra, do donim që të marrim disa mësime nga jeta e tij. Në radhë të parë veçojmë rëndësinë e familjes dhe edukimin familjar. Hoxha ishte fryt i një familje të edukuar dhe të dëshmuar për kontribut fetar e adhetar. Angazhimi i tij i gjatë dhe i palodhshëm flet për themelet e këtij edukimi, i cili rehatin dhe shpërblimin e kërkon vetëm tek Allahu. Si mësim tjetër që marrim ka të bëjë me rëndësinë e mësuesit të duhur. Ai kishte mësues të dalluar për të cilëve mori dijen dhe edukatën. Jo më kot të parët tanë shikonin për vlerat e mësuesit para se të shikonin për dijen e tij. Angazhimin e madh në kohët kur ndihet nevoja është mësim tjetër që ne marrim nga jeta e tij. Nëse rikthehemi tek veprimtaria e shkruar e tij, varem se në vitet pas rënies së komunizmit ai ka botuar vepra të shumta në Shqip, madje në vendlinjen e tij në Shkodër për të na treguar se kur ndihet nevoja, kontributi duhet të jetë i madh. Po kështu e marrim një mësim tjetër të madh për nevojën e edukimit fetar, veçmas në kohën tonë kur laicizmi nga njëra anë dhe teknologjia në anën tjetër sikur janë bërë bashkë kundër zhveshjes së njeriut nga çdo vlerë, e veçmas nga ajo fetare.
Allahun e lutim që hoxhën ton ta ketë mëshiruar, ndërsa neve dhe juve të na ketë në mbrojtjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.